Kreu i Partisë Demokratike është paraqitur sipas vendimit të gjykatës në SPAK edhe këtë të hënë, teksa ndodhej para gazetarëve. Ai foli edhe për marrëdhëniet me mediat, nisur nga incidentet me gazetarët ditët e fundit. Ne do të lidhemi në këtë moment me kolegun Mariglen Kuma për të mësuar më tepër rreth deklaratës së zotit Berisha. Mariglen, çfarë tha Berisha dhe a foli për përplasjen e eksponentëve të PD-s me disa gazetarë? Një javë nga dita e zgjedhjeve e Telina, sigurisht akuzat ose deklarata e zotit Berisha nga SPAK ishin duke akuzuar kreun e prokurorisë së posaçme Altin Dumani se ka amnistuar krimet zgjedhore. Ai deklaroi se janë depozituar 15 kallëzime penale për krimet zgjedhore në prokurorinë e posaçme, por me në krye zotin Altin Dumani, sipas Berishës, këto në dosje nuk po hetohen dhe sigurisht ka qenë pretendimi kryesor ose deklarata e bërë ditën e sotme nga prokuroria e posaçme, ndërkohë që është përgjigjur edhe pyetjeve sa i përket edhe rezultatit që ka marrë Ali Mehmeti, por edhe për përplasjen e fundit që kanë patur në protestën e 12 majit të disa prej eksponentëve të Partisë Demokratike me disa prej mediave gjatë protestës, dhe patjetër zoti Berisha ka në një farë mënyrë ka përçuar mesazhin se askush nga deputetët apo funksionarët e Partisë Demokratike nuk duhet të agresojnë punonjësit e mediave dhe mediat kryesisht ndaj gazetarëve duhet të kenë një qasje pozitive. Një qasje nga ana e zotit Berisha, kryesisht e njohur edhe publikisht nga sjellja e tij vetë përpos, ndërkohë që nga ana tjetër ka pas edhe sulme ndaj mediave apo zotruesve të mediave, por edhe nga zoti Berisha vetë. Ndërkohë, Telina në selimin e Partisë Demokratike vijojnë, po them, takimet pas zgjedhore edhe për të definuar se cili do të jetë aksioni opozitar. Ditën e njëjtë pritet që të jetë seanca, të rikthehen seancat parlamentare, pasi të mërkurën është njoftuar mbledhje konferencës së kryetarëve dhe sipas informacioneve të deri më tanishme, Partia Demokratike do të marrë pjesë në seancën parlamentare dhe do të denoncojë atë që ndodhi sipas tyre më 11 maj me krimet zgjedhore. E nga ana tjetër, përfaqësuesi për çështjet zgjedhore në Partinë Demokratike, avokati Frans Nuri, po ashtu në rreth orës 13:30 ka një takim me OSBE Odirin këtu në Tiranë për të vijuar atë të cilin e kanë cilësuar dëshminë e masakrës elektorale që ndodhi më 11 maj. Mariglen, unë të falenderoj për të gjitha informacionet e përcjella.